Organizimi. Ne kemi të gatshme një nga platformat më të mira për organizimin. Dhe do të rikthehemi fuqishëm në një organizim sa më të përsosur të forcës sonë politike. Modernizimi. Partia Demokratike është në periudhën e urtësisë artificiale, në periudhën, epokën e komunikimit digital. E pat ju se që bërje Dirams komunikimit digital? A e pat? Rikujtoni pak ato blogerë dhe influencierë se si u bën. Sigur t'ishin me shpat, të meriti, feriti. E them këte, sepse ne kemi punë të madhe për të bërë, për të transformuar komunikimin tonë. Dhe do t'jetë ky një drejtim tjetër i thellë i kësaj partie. Ne kemi vizionin më të mirë. Absolutisht vizionin më të mirë që ka patur ndonjëherë Shqipëria, të certifikuar nga 2 fondacionet më të mëdha ndërkombëtare dhe ekspert tanë më të shkëlqyer. Me të gjitha këto, ne ecim të sigurt në përmbushjen e misionit ton, në betejën ton me një diktaturë, e cila në fakt erdhi në këtë pranvere plagosur nga ne, por gjenerata zë dhe qytetarët i hapen asaj vartë që do ta marrin me vete, dhe ne do ta shtyjmë atë. Ndaj dhe edhe njëherë ftoj antarë të Këshillit Kombëtar, demokrat, të ngrihen në lartësinë e idealeve të tyre. Diktatura i ka kohra të shkurtra. Dhe ne do bëjmë gjithçka ta arkivojmë atë.